A e dini që zemërimi është emocioni më i theksuar tek ne shqiptarët kosovarët, kudo, por ne kemi shumë të theksuar. Zemërimi i fshehur, atë që ke mbajtur që fëmijë, që ti ke pritur të marrësh dashuri dhe të shikohesh dhe ti pa dashje je bërë printi prindërve dhe prisni gjithmonë që të shikohesh edhe nuk e pe asnjëherë. Ky zemërim është tek ty grua. Ishe vajzë dhe të dhamë pesha që nuk të takonin. Por ky zemërim është dhe tek meshkujt. Është ai turpi që ndiheshin të pavlerë të vegjël, se pa dashje dhe nënat që i rritën, i bënë të pavleshëm, duke ju bërë të gjitha gjërat se ishin çuna. Vajza duhet të bëj punë, djali është djalë dhe ja u jepnin të gjitha në dorë. Kjo duke u rritur na bëre që të jetojmë në zemërim të përhershëm, e cili u bë agresivitet, dhe ai zemërim u bë të fryet barku, u bë shëndet jo i mirë dhe u bë luftë e brendshme, sepse asnjë nuk shikonte veten e tij, dhe sidomos ne gratë. Për të gjitha këto do flasim ditën e ente, që të mësosh vendin tënd në familjen që u linde dhe vendin tënd në familjen që krijove. Ju ftoj dhe ju burrat dhe ju gratë, të gjithë së bashku, pa përjashtim. Sepse dhe ju burrat mbajtët turpin e vlerës, që mund jetë të pa vlerë në krahasim me gratë. Dhe ky zemërim u bë agresivitet, kurse ju gratë, neve gratë, pa përjashtim, se të gjitha këto që flas, i punojnë me të time, pastaj i nxjerrin në luftë. Është ai zemërimi që kërkon të dëgjohet, të shikohet, dhe lufta e brendshme të një nisë me nënën e shpërndajë. Që do që të bësh ndryshimin. Ndaj të ftoj ditën e ente ndërmjet platformës Zoom, falas terapi diagnostiki, të shikosh vendin tënd në familjen tënde, që u rrit dhe në familjen që ke krijuar. As ti mashkull, as ti femër nuk e që në vendin tënd. Dhe bëhet luftë e brendshme. Dhe ju bëj thirrje që të dyja palëve. Nuk është koha më të luftojmë njëri tjetrin dhe të themi fjalë për njëri tjetrin dhe të kemi zemërim dhe agresivitet, ose të kalojmë nga krau tjetër të mos pyesim njëri tjetrin. Shërimi vjen kur ne i shikojmë gjërat në sy, i pranojmë dhe bashkojmë të dyja gjinit, sepse ato dy gjinit ne kemi brenda nesh. Dhe të ndryshojmë fatin ton, se deri këtu, të bëhemi shërimi dhe jo trashëgimi që të shkojnë në fëmijët tanë. Ju dua shumë, kush dëshiron të më shkruajë, se kam krijuar dhe një grup në Telegram për çdo ditë parashikimet e ditës dhe ushtrimet që do të ndihmojnë. Kërkoni link tek telefoni 0030 699 321 46 37 në Viber, Telegram dhe në WhatsApp. Për të gjithë ju që doni, keni zemërim dhe nuk keni vënë kufi me të tjerët dhe nuk keni mësuar akoma të duani veten dhe çdo gjë tjetër që ju shqetëson, kemi programe 21 ditore të Akademisë të Dritës që mund ta marrësh këtë program dhe ta punosh në kohën tënde, në shtëpinë tënde, kudo që t'jesh, të duhet të punosh 10 minuta, 20 minuta me veten tënde, në bazë të ushtrimeve që kam përgatitur, dhe të jesh me veten tënde, dhe për ju që doni punë më në thellësi, seanca private. Gjithashtu mos harroni, mësoni kush është potenciali juaj, kush është karma juaj, kush
me çfarë mënyre vin paratë, do të thënë kontratën që ka bërë shpirti para se të zbriste këtu në tokë. Do t'ju ndihmoj shumë, sepse aty thuhen të pluset dhe minuset, cilat janë pikat e dobta dhe cilat janë të fortat e këty, si të arrim deri atje. Seancat private për të gjithë ata që duan të hyjnë në thellësi dhe të mësojnë si të punojnë veten që këtu e tutje. Gjithashtu kemi dhe programe të ndryshme në grupe që mund të punojmë, dhe për të gjithë juve që dëshironi të takohemi nga afër, do jem në Shqipëri nga fundi i marsit, do ta mësojmë ditën, dhe data 27, 28 dhe 29 organizojmë në Mali të Morit në Berat një retreat për të gjitha ata personat që duan të bëjnë rilindjen e tyre në të gjitha fushat. Në qoftë se je gati, më shkruaj dhe për këtë Mali të Morit më komuniko, edhe më shkruaj në privat të mësosh informacionet për më tepër. Ju dua shumë, ju falenderoj.